E di që do mërziten pak fansat e Mesit me këtë video, po Cristiano Ronaldo vërtetoi edhe një herë që është absolutisht jo futbollisti, po është sportisti më i mirë i gjitha kohërave, është një atlet i vërtet. Domethënë tregon që mosha, domethënë robi tamam nuk plaket kur vjen mosha, por robi plaket kur don vetë, ai s'ka ndërmend të plaket. Pse? E di kush e mban të ri atë, dhe e di kush e mban në formë. E mban dëshira, pasioni, përkushtimi, konsistenca, e mban disiplina dhe mbi të gjitha e mban dashuria për profesionin e vet. Ky është mesazhi që i jepet botës në këto momente, që do të thotë jo vetëm atyre që luajnë futboll, jo vetëm atyre që merren me sport, po të gjithëve, edhe atyre që merren me art, që merren me shkencë, me çdo gjë. Që të jesh i suksesshëm, duhet ta dashurosh punën që bën. Sepse në të kundërt pastaj, nëse ti nuk e do atë punë, nëse ti nuk i përkushtohesh asaj pune, je gjithmonë i stresuar, je gjithmonë i mërzit, je gjithmonë i bezdis me atë punë, nuk shkon me qef, e kështu me radhë dhe si rezultat nuk do jesh kurrë i suksesshëm. Tani Cristiano Ronaldo e dha përsëri shembullin e tij. Në mosh gati 41 vjeç. Tha që shiko, nëse ti e dashuron këtë punë, thjesht sukseset vazhdojnë, pavarësisht moshës. Edhe mos na thoni jo je plak, jo je plak, jo je plak. Fare si jemi plak, për sa kohë të jemi në energji edhe në punë, si jemi të plakur. Aq shnet.